Një efektiv policie është vënë në hetim pasi dha telefonin e tij kryebashkiakut Erion Veliaj gjatë transferimit nga burgu i Durrësit në gjykatën e posaçme të apelit. Qendra e shërbimeve arsimore nuk ka një mënyrë funksionale për dërgimin e ankesave të kandidatëve për provimin e kualifikimit. Ata kanë dyshime se kjo është e qëllimshme. Kreu i bandës së Durrësit është ekstraduar nga Spanja ku pritet të përballet me drejtësinë në akuzën e vrasjes së Klodian Saliut. Izraeli nisi një val bombardimesh mbi rripin e Gazës duke vrarë të paktën 400 palestinez, shumica gra dhe fëmijë. Zonja dhe zotrinj, përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin informativ këtu në TVZ. Kryebashkiaku Erion Veliaj ka përdorur telefonin e një oficeri të burgjeve gjatë transferimit të tij nga Durrësi në gjykatën e posaçme të apelit. Oficeri ka pranuar se ja dha telefonin nga frika se mos Veliaj do ta hiqte nga puna për shkak të pushtetit të tij. SPA ka nisur hetimet për një grup policësh të burgjeve që transferuan Erion Veliajin nga Durrësi në gjykatën e posaçme të apelit, pasi dyshohet se kryebashkiaku ka përdorur telefonin e njërit prej tyre për të folur me një familjar. Hetimi nisi pasi SPA kishte në përgjigje telefonin e personit që Veliaj telefonoi. Burimet thonë se oficeri i burgjeve ka pranuar se ja dha telefonin kryebashkiakut nga frika për humbjen e vendit të punës për shkak të pushtetit të tij. Ndërkohë hetimet vazhdojnë për të zbuluar nëse ky vendim ka ndikuar në çështjen gjyqësore ndaj Veliajit. Sistemi arsimor është përfshirë në një tjetër skandal pasi qendra e shërbimeve arsimore nuk ka një mënyrë funksionale të dërgimit të ankesave nga kandidatët për provimin e kualifikimit. Qytetarët denoncojnë se forma online dhe emaili i ofruar për ankesat nuk funksionojnë dhe madje numri i telefonit zyrtar nuk ekziston. Një skandal i ri ka dalë në pa në sistemin arsimor duke shkaktuar revolt dhe stres tek mësuesit që kanë dhënë provimin e kualifikimit. Qendra e shërbimeve arsimore, institucioni përgjegjës për administrimin e këtij provimi, ka dështuar në ofrimin e një mënyre funksionale për të pranuar ankesat e kandidatëve. Një qytetar ka denoncuar për redaksin ton se as forma online për dërgimin e ankesave nuk funksionon dhe as emaili i ofruar nga institucioni nuk ekziston. Sipas tij, çdo tentativë për të dërguar një ankesë rezulton e pasuksesshme në mesazhin e gabimit. Kërkesa juaj dështoi për shkak të një gabimi serveri. Më tej, ai ka provuar edhe kontaktin me telefonin zyrtar të QSH-s, por është përballur me një tjetër absurditet. Numri nuk ekziston. Denoncimi i plotë i qytetarit. Përshëndetje, doja të trajtoja me ju një problem lidhur me dërgimin e ankesave për provimin e kualifikimit drejtuar QSH-s. Ky është emaili që QSH ka ofruar për të drejtuar ankesat tona. Forma online për dërgimin e ankesave nuk funksionon, duke qenë se ka probleme me serverin. Gjithashtu, as me email nuk i dërgon pasi ai email nuk ekziston. Pothuajse çdo email e institucioneve në Shqipëri del që nuk ekziston. Nëse keni të mundur, bëjeni publike pasi mësuesit janë në stres të madh nga i provim dhe tani as ankesa nuk mund të bëjmë. Kam plotësuar të gjitha të dhënat dhe më shfaqet mesazhi kërkesa juaj dështoi për shkak të një gabimi serveri. Madje sapo provova edhe numrin e telefonit zyrtar dhe as ai nuk ekziston. Si është e mundur që një institucion shtetëror të ofrojë një email dhe një numër telefoni që nuk ekzistojnë? Pse mësuesit që kanë dorë në edukimin e brezave të ardhshëm trajtohen në këtë mënyrë? Kjo situatë vetëm sa shton dyshimet për mungesë transparence dhe serioziteti nga ana e QSH-s dhe Ministrisë së Arsimit. Një grup kriminal shqiptar u zbulua në Middlesbrough, ku shqiptarët vjedhin energjinë elektrike për të kultivuar kanabis dhe duke fshehur aktivitetin pas një kompanie ndërtimi të lishme. Hetimet zbuluan se elektricistët ishin shqiptar dhe shkonin në Angli me vizë turistike. Një grup punëtorësh të veshur me jelek reflektues dhe furgona me logo nisën të hapin rrugën në Middlesbrough, duke krijuar idenë një kompanie të lishme ndërtimi. Por në fakt pas kësaj fasade fshihej një skem kriminale drejtuar nga shqiptarët, e cila furnizonte tregun me miliona pound drogë duke vjedhur energjinë elektrike për të kultivuar kanabis. Në një operacion që zgjati 4 vite, përfshiu të paktën 100 ferma kanabisi në 32 rajone policore. Banda arriti të devionte furnizimin me energji duke kursyer miliona pound dhe duke rritur prodhimin e kanabisit me vlerë 21 milion pound, raporton Daily Mail. Në qendër të kësaj skeme ishin 2 drejtorë të një kompanie ndërtimi, Ron Samsigjin dhe Andrew Roberts, të cilët përmes kompanisë së tyre krijuan një rrjet gërmimesh të rreme, duke lidhur fshehurazi fermat e kanabisit me rrjetin elektrik. Ata punsonin punëtor britanik për të kryer gërmimet dhe elektricist shqiptar për të bërë lidhjet ilegale të energjisë. Në janar të këtij viti, një elektricist shqiptar u arrestua gjatë bastisjes së fermave të kanabisit në Wales, ku u zbuluan bim me vlerë mbi 1.5 milion pound. Hetimet zbuluan se banda kishte punësuar elektricist shqiptar
të cilët hynin në Britani me viza turistike, realizonin ndërhyrjet në rrjet dhe më pas ktheheshin në Shqipëri të paguar mirë për pushimet e tyre. Arrestimet e para ndodhen në shkurt të vitit 2023, kur policia bestisi disa objekte të përdorura si ferma kanabisi, përfshirë një ish hotel, një klub nate dhe një dyqan të braktisur. Gjatë hetimeve, policia arriti të lidhej me grupin përmes kamerave të sigurisë dhe mesazheve në WhatsApp, ku përdori termi Albos për shqiptarët që menaxhonin plantacionin. Në 7 mars, 8 britanik u dënuan me gjysej 32 vite burg. Përbosës shqiptar të kësaj skeme kriminale mbeten ende në Arati. Ato operojnë nga jashtë duke menaxhuar rrjetin nga Dubai apo vende të tjera, ndërsa rekrutojnë shqiptar për të mbajtur fermat në funksion. Autoritetet britanike ende po hetojnë për të hetuar dhe kapur krerët e këtij rrjeti të fuqishëm droge. Lulzim Berisha, ish kreu i bandës së Durrësit, është ekstraduar nga Spanja në Shqipëri dhe pritet të përballet me drejtësinë për vrasjen e Klodian Saliut. Ish kreu i bandës së Durrësit, Lulzim Berisha, është ekstraduar nga Spanja në Shqipëri mbrëmjen e 18 marsit nën masa të repta sigurie. Sipas burimeve, ai ka mbërritur në aeroportin Nën Tereza pas një operacioni të realizuar nga Interpoli Madrid në bashkëpunim me autoritetet shqiptare. Gjykata Kombëtare e Spanjës vendosi pranimin e kërkesës së Shqipërisë për ekstradimin e Berishës, pavarësisht kundërshtimit të tij me pretendimin se jeta e tij ishte në rrezik në vendin e origjinës. Me ekstradimin e tij në Shqipëri, Berisha pritet të përballet me drejtësinë ku akuzohet për vrasjen e Klodian Saliut. Kush është Lulzim Berisha? Lulzim Berisha është një emër i njohur në botën e krimit në Shqipëri. Ai konsiderohet si truri i bandës së Durrësit. Ky grup i rrezikshëm kriminal ka vepruar nga fundi i viteve 90 dhe fillimi i viteve 2000 dhe është përgjegjës për një seri vrasjesh dhe veprimtarish kriminale që kanë tronditur vendin për vite me radhë. Historiku i krimeve të bandës së Durrësit. 17 tetor 1998, vrasja e parë dokumentuar ku ekzekutua Dritan Sallaku në Durrës nga antar të bandës. 29 tetor 1998, ekzekutimi i Viron Currit dhe Arjan Pajës, si dhe plagosja e Marcel Sotirit. 22 gusht 1999, Marcel Sotiri, mbjetuar i atentatit të mëparshëm, ekzekutohet në një prit në lagjen plazh të Durrësit. Më 9 korrik të vitit 2000, banda kryen një tjetër atentat kur vritet Dritan Disha në Shënvlash. 14 janar 2002, ekzekutimi i Ervin Lames në lagjen numër 3 të Durrësit. Në 2003, konflikte të brendshme brenda grupit çojnë në ndarjen e organizatës në 2 fraksione rivale, të drejtuar nga Lulzim Berisha dhe tjetrën nga Klodian Saliu. 26 shkurt 2005, organizata e Berishës hakmerret ndaj rivalëve duke vrarë Klodian Saliun pranë Maminasit. 13 tetor 2005, ish fraksioni i Saliut, tani në drejtimin e Indrit Dokles, hakmerret për të vrarë Avni Gashin, trupi i të cilit u gjet në Romanat të Durrësit. 30 tetor 2005, grupi i Indrit Dokles kryen një tjetër vrasje, duke eliminuar Ilir Kolgjinin pranë stadiumit Qemal Stafa në Tiranë. Administrata Trump deportoi mbi 200 antar të kartelit Tren de Aragua në El Salvador, ku do të mbahen në burgjet e njohura për trajtimin e ashpër të burgosurve si pjesë e një strategjie për të luftuar krimin e organizuar në vend. Administrata Trump deportoi drejt El Salvador mbi 200 anëtar të kartelit Tren de Aragua dhe drejtues të MS-13, duke i dorëzuar në një nga burgjet më të ashpra në botë. Burgjet e El Salvadorit, veçanërisht Cecot, janë të njohura për trajtimin e pamëshirshëm të burgosurve, duke goditur ashpër bandat kriminale. Ky burg me siguri maksimale strehon mira të dyshuar për aktivitete kriminale, shumica pa gjyq, duke i mbajtur në izolim të rrept dhe nën regjimin e hekurt të sigurisë. Vendimi i administratës Trump vjen si pjesë e një strategjie të re për të luftuar krimin e organizuar, duke i dërguar anëtarët e bandave në një sistem ku nuk kanë asnjë mundësi për të rikthyer ndikimin e tyre. Presidenti i El Salvadorit, Nayib Bukele, i cili ka udhëhequr një luftë të pamëshirshme kundër bandave, publikoi pamjet e të burgosurve me koka të ruara, të lidhur dhe të gjynjëzuar, duke theksuar se ata do të mbahen të izoluar për një vit. Sekretari i Shtetit Marco Rubio konfirmoi se SBA pagoi një tarifë të ulët për të siguruar vendosjen e tyre në El Salvador, duke i quajtur këtë një zgjidhje efektive dhe me një kosto të ulët për taksapaguesit amerikan. Shtëpia e Bardhë deklaroi se këta kriminal nuk do të jenë më një kërcënim për Amerikën, ndërsa kritikët paralajmërojnë se përdorimi i aktit të armikut të huaj për dëbim pa gjyq mund të krijojë precedent rrezikshëm për të ardhmen. Parlamenti i Hungarisë miratoi një ligj që ndalon marshimin e krenarisë nga komuniteti LGBTQ+. Ky vendim bazohet në ndikimin e mundshëm që mund të ketë tek fëmijët. Parlamenti i Hungarisë miratoi të martën një ligj që ndalon marshimin e krenarisë të komunitetit LGBTQ+.
Ligji i propozuar nga partia në pushtet Fides e kryeministrit Viktor Orban u miratua me procedurë të përshpejtuar vetëm një ditë pasi u paraqit në parlament. Sipas mbështetësve të tij, ndelimi bazohet në shqetësimet për ndikimin e mundshëm të marrëshimit te fëmijët. Ky vendim u prit me protesta nga partia opozitare Momentum dhe aktivistë të komunitetit. Parlamenti hungarez miratoi gjithashtu një rezolut kundër huamarrjes së Përbashkët Evropiane për mbrojtjen. Orban ka deklaruar më herët se Hungaria do të marrë pjesë në politikat e përbashkëta të mbrojtjes së Bashkimit Evropian dhe do të kontribuojë me fonde, por nuk do të pranojë huamarrje të përbashkët. Propozimi i Komisionit për të marrë hua deri në 150 miliardë euro për të financuar mbrojtjen kërkon miratimin e një shumice të cilësuar të vendeve anëtare dhe nuk mund të bllokohet vetëm nga Hungaria. Izraeli nisi një val bombardimesh mbi rripin e Gazës duke vrarë të paktën 400 palestinez, shumicën e tyre gra dhe fëmijë, ndërsa tensionet rriten për rifillimin e luftrave dhe presionin ndërkombëtar për një zgjidhje paqësore. Izraeli nisi një val bombardimesh të martën e mëngjes në rripin e Gazës, në sulmin më të madh që nga janari, kur hyri në fuqi një armë pushim 2 mujor. Autoritetet palestineze raportojnë se të paktën 400 persona janë vrarë, shumica gra dhe fëmijë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu deklaroi se këto sulme janë vetëm fillimi dhe se çdo negociatë më tejshme për armë pushim do të zhvillohet nën zjarr. Ai urdhëroi sulmet pasi Hamasi refuzoi të ndryshonte kushtet e marrëveshjes së armë pushimit. Ushtria izraelite u kërkoi banorëve të Gazës lindore të evakuohen drejt qendrës së territorit, duke sinjalizuar një mundësi për rifillimin e operacioneve toksore. Kjo ndodh në një kohë kur organizatat humanitare paralajmërojnë se furnizimet po mbarojnë, pasi Izraeli ka ndaluar dërgimin e ushqimeve, ilaçeve dhe karburantit për 2 javë me radhë. Hamasi raportoi se disa lider të tjerë janë vrarë gjatë sulmeve, përfshirës Sam al-Dalis, kreun e qeverisë në Gaza, ministrin e brendshëm Mahmoud Abu Atfa dhe Bahiyat Abu Sultan, drejtorin e sigurisë së brendshme. Ndërkohë rebelët në Houthit të Yemenit hodhën raketa drejt Izraelit për herë të parë që nga nisi armë pushimit. Ushtria izraelite deklaroi se raketat u kapën para se të arrinin në territorin e saj. Kryeministri izraelit po përballet me presion në rritje nga brenda vendit për mënyrën se si po menaxhon krizën e pengjeve dhe vendimin për të rikthyer luftën. Protestat masive janë planifikuar, ndërsa familjet e pengjeve i kanë bërë thirrje Netanyahut të ndalë ofensivën për të mbrojtur jetën e të mbijetuarve. SBA ka mbështetur Izraelin duke fajsuar Hamasin për fillimin e luftës. Zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare deklaroi se Hamasi kishte mundësinë të lironte pengjet për të zgjatur armë pushimin, por zgjodhi luftën. Ministri izraelit i mbrojtjes, Israel Katz, paralajmëroi se dyert e ferrit do të hapen në Gaza nëse pengjet nuk lirohen. Lufta 17 mujore ka shkaktuar mbi 48.000 viktima palestineze dhe shkatërimin e gjerë në Gaza. Me rifillimin e luftimeve, një zgjidhje paqësore duket më e largët se kurrë. Zonja dhe zotrinj, ka qenë kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, bashkë më në takofshim.